ikur nga familjarët në Todorov, ka ikur në Struk, për shkak se ka dashur një jetë veç ta vazhdoj për prindrit, që kishte arsyetimet e tij, po gjithsesi ky ka dashur të largohet nga shtëpia. Ndërsa rasti tjetër nga Studeniçani është një vajzë e cila mund të them pa modesti e kam shpëtuar nga vetvrasja, ajo më ka dërguar një numër telefoni, pra numrin tim e telefonit e kam online 24 orë për të gjithë njerëzit të cilët janë në nevojë dhe deri te institucionet kanë një lloj doze frike, pasigurie, jo afërsie tek unë e kanë 100% konfidencialitetin edhe ndihmën. Më ka shkruar një vajzë nga Studeniçani, më ka thënë Liridona, shikoj këtë fotografi dhe më ka dërguar një fotografi të saj me qafën e kishte nga tentimi që kishte dashur të bëjë vetvrasje, pra komplet të acaruar qafën. Edhe i kam thënë, ndal, çka je tu e bë? Vi unë të marr ku je ti. Më ka thënë se jam në Studeniçan, kam pas kontakt me një djalë nga Prishtina, ai djali nga Prishtina nuk kanë qenë në lidhje dashurie, por kjo ja ka dërguar 2-3 foto atij djalit që dua t'ju bëj një apel të gjithë vajzave dhe djemve, ku edhe një vetvrasje tjetër që ka ndodhur në një fshat tjetër në Maqedoni është për shkak të TikTokut, se vajzën e kanë shantazhuar, edhe ajo është minorene 15 vjeçare, se do t'ja nxjerrin fotografitë në TikTok, e kjo vajzë tha se ky djali nga Prishtina e shantazhon, i thotë nëse nuk mi dërgon 3.000 euro, unë t'i postoj fotot në TikTok. Vajza nuk ka guximin t'i tregojë nënës dhe prindit dhe babait të saj, edhe ka tentuar vetvrasje, por ka qenë pa sukses. Unë i kam thënë, ti nuk ke nevojë ta bësh këtë. Fillimisht do shkosh polici ta raportosh, por pse është minorene nuk guxon të shkojnë polici pa kujdestarin ose pa prindin. Prindve s'mund t'ju tregoj. I kam thënë, ti mos bën asgjë. Unë kam atë liri nga bashkëshorti im dhe përkrahjen 200%. Kam thënë, ti në moment që ai poston fotografitë në TikTokun tonë, po ju bëj thirrje të gjithë vajzave dhe djemve, nuk ka lidhje, që nuk e kanë përkrahjen momentale të familjarëve të tyre, kanë numrin tim të telefonit. Dhe në moment që ju ndodh diçka e keqe, vetëm duhet largohen nga ai momenti ku janë, më thirrin mua dhe unë do t'i kisha tërstërhuar të shtëpia ime. Nuk është as pak problem, kam thënë kësaj vajzës, largohu në moment prej shtëpia, pasi mendoj se prindërit do të dhunojnë ose nuk do të mirë kuptojnë. Mos tentove vetvrasje, unë do të marr, do të strehoj të shtëpia ime. Unë do vi do flas me babain, me nënën tënde. Në qoftë se ato nuk pranojnë shtëpi, te shtëpia ime do jetojsh. Nuk ka asnjë lloj problemi. Edhe pas 3 ditëve kam mbajtur gjithkohës në kontakt. A ti postoj fotografi, nëse ti poston derisa të mbrij unë në fshatin tënd, ti vetëm largohu prej shtëpisë tënde, unë vi të marr edhe e strehoj pa asnjë lloj problemi. Kam përkrahjen komplet familje, jarëve, të krejt vetmive. Nuk ka nevojë vajzë bëj vetvrasje. Rasti i vrasjes dhe më kanë shkruar shumë njerëz, pse s'po merret me vetvrasjen e vajzës që ndodhi në një fshat, që s'duhet ja përmend emrin. E njohin të gjithë. Ju kam thënë për shkak të rregullit që ka shoqata e gazetarëve me policinë, nuk është mirë të raportohet për këto, por është alarmante kohës fundit. Shantazhi që u bëhet të rive në rrjetet sociale, ju dërgojnë fotografi edhe më pas shantazhohen. Ato nuk kanë zgjedhje tjetër. Mendoj më një herë të bëj vetvrasje se familjarët nuk e kuptojnë. Është ndaluar të raportohet krejtësisht për vetvrasjet? Është ndaluar. Sepse kuptohet për aspektin etik, nuk preferohet që të jepen shumë detaje si ka ndodhur vetvrasja, sepse kjo konsiderohet se indit tjeret, ama për të mos u raportuar kjo qenë ka... Pak si e pa kuptim? Nëse do të kishë ndodhur vetëm një vetvrasje, po thamë. Okej, po janë brenda një jave 2. 2 tentime vetvrasje. Ti disa 5 apo 6 i numrove deri tani. Edhe 2 tjetër. Do më thonë njërë vetëm është alarmante, unë po i shfrytëzoj emisionin ty për ata, kam dash ta bëj do me thonë në profilin tim, t'ju jap një besim edhe një vedije të më ngrej këtyre, o të ri dhe të reja, ju lutem, mos dërgoni fotografi, mos komunikoni me njerëz që nuk jeni më mirë, shumë më mirë, një vajzë ose një djalë, se s'ka lidhje gjinia, takojsh një vajzë ose një djalë tjetër, njoftoje me familjarin, thuj, oj nëno baba, këtë kam të dashur. Ama disi është konteksti kulturor, atje është i tillë, sepse janë shumë të mbyllur, dhe kur dikush krijon një lidhje, me një foto e shantazhon. Ajo foto mund të jetë shumë e thjeshtë, por ato nuk duan shumë. Jo, në vende të tjera nuk do të ishte kështu, prandaj vendi është i tillë që është... Tani çfarë dua të bëj unë të raportoj, domethënë deri tek sektori për krim kibernetik, është në Shkup, sepse kjo po ndodhet në Saraj, është një shkollë e